Përshëndetje të gjithëve. Sot ndodhemi në qytetin bregdetar të Durrësit. Kemi ardhur pikërisht tek resort Aragosta. Me zotin Eduard Xhepa, I cili është dhe sipërmarrësi I resort Aragosta. Sepse 30 vjet janë shumë, Aragosta gjithmonë ka qenë në nivelin e Durrës. Qëllimi I Aragostës ka qenë në vitin 1995, një pikë karburanti dhe një restorant, sepse në ato momente nuk është se ne kishim shumë idera të qarta. Qëllimi ka qenë goxha I vështirë në fillim sepse eksperienca jonë ishte zero. Kishim prodhimet e tetit shumë të freskëta dhe fantastike. Ndodhemi tek moli I Aragostës, ku pamja është edhe më e bukur. Përgjegjësia e Aragostës të vit është aktivizimi I mjeteve lundruese argëtuese të detit. Me kanoe, me padolla, me Pra të shojmë dhe të pjesën aktive të pushimit. Gjithashtu kemi dhe rooftopin. Si risi këtë vit, hoteli është rikonstruktuar në 2024, kështu që është thuajse gjithçka e re. Përmbajnë dhoma single, dhoma double standarde, gjithashtu dhe suita me pamje nga deti.